Mirëmëngjes, Katerina. Mirëmëngjes e dashur. Jaftën mbar. Sfida, faleminderit. Sfida që kemi na presin. Ne plot kemi këtu, nga 2 orë çdo ditë nuk është gjë e vogël. Sfidë madhe. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe një javë të mbar patjetër dhe ju ftoj këtu tek Ndioni Gatimit bashkë me Anilën që sot më është bërë me një luk shumë të bukur. Vërtet? Faleminderit. Për të treguar recetat që ne do përsjellim për juve sot. Shiko, këtu kemi thjerza portokalli të kuqe, si mund t'i themi ndryshe. Sot nuk do t'i bëjmë gjellë, por do t'i bëjmë cips, që t'i konsumojmë kështu. T'i bëjmë në një pjatancë edhe mund t'i serviri me një lloj salse që mund t'a përgatisim me këto specat gogozhare. Sigurisht janë shumë të mira për fëmijët, sepse dhe do t'i pëlqejnë jashtëzakonisht fëmijët këtë lloj cips që neve do të përgatisim dhe kanë shumë proteinë. Do të thonë do t'i bëjmë si shkopinj të ngurtë? Jo, nuk do t'i bëj shkopinj, ja do t'i shikojmë si do t'i bëjmë. Do t'i bëjmë si ato patatinat, si cips, do t'i tregojmë. Diçka kështu për mëngjes. Do të bëjmë dhe një makaron me ton, me peshk ton, diçka të shpejt. Do t'ja kushtojmë, do me thënë, më shumë sot të rinjve. Okej, bukurie. Receta me të shpejta edhe të shëndetshme. Atëherë, fillimisht do të vëmë këtë letrën këtu. Që ka ti se duke e bërë gati gjatë kohës së horoskopit, e ndërkohë që bëjmë gati letrën për të nisur me një herë me përgatitjen e recetës së parë, po e kujtoj se e gjithë tryeza jonë sot është mbushur me produkte nga kompania Neranzi, të cilën unë dua ta falenderoj që na suporton shumë shpesh në këndin tonë të gatimit dhe na jep vlera ushqyese, na jep ide për të gatuar, na jep një siguri maksimale ushqimore, çmime ekonomike dhe produkte të rralla për të gjendur në tregun shqiptar dhe i vjen në ndihmë të gjithë konsumatorëve për te shijeve dhe recetave që ju doni të gatuani apo të servirni në familjet tuaja. Shpejt unë do doja që në ekran të lexojmë recetat për t'i dhënë kohë të gjithëve të shohim së bashku se cilët janë përbërësit që ne të gatuajmë sot makarona me ton konserv. Na duhen një pako makarona, sot kemi zgjedhur Lori Pulja nga Neranzi, do t'i shohim pas pak se si është dhe ambalazhi i tyre për ju që doni t'i zgjidhni edhe t'i përgatisni një soj si ne, 2 kuti ton konserv, një qep, 8 domatëza, domethënë domatina, domate të vogla, 10 kokra ullinj, 2 kunguj të njom, 1 gotë ver, vaj, krip, piper, majdanoz ose borzilok. Ti lexojë të tjera dhe pastaj të gjithë vëmendjen tek gati pa e ndërprer fare. Salcë me speca gogozhare dhe ara, na duhet një kavanoz me speca gogozhare, gjysëm filxhani ara, 2 thelpinj hudhra, 1 lugë salcë, 1 lugë fara speci djegës, vaj dhe majdanoz. Dhe thjerëzat e kuqe në chips me thjerëzat të kuqe do të jenë të përgatitura shumë thjesht vetëm me këto përbërës. Pra një pako thjerëza, vaj, krip, ujë, rigon. Kjo që nga ekonomike fare, vetëm thjerëza dashka, se tjetër janë pa kosto fare. Por, shiko, bëjnë shumë të mira dhe me këtë salsë që ne do të përgatisim me arat edhe me këtë specat gogozhare, do të bëjnë shumë të mira. Madje mund të përdorim këtu edhe spec djegës për ta bërë pikante. Por që janë shumë të mira. Atëherë, fillimisht, jo. Pra, një pako thjerëza, siç shqiptarja është bërë. Me thënë, i vendosim, po shtojnë jashtëzakonisht shumë, për 3-4 orë në ujë të ftohtë. Shplajmë dhe pastaj mbushim plot me ujë dhe i lëmë në ujë të ftohtë. Shikoni tani ato kanë rritur vëllimin dhe i kemi gati tani për t'i përgatitur si një lloj mielli. Një miell do të bëhet faktikisht, që do të na duhet një blender pastaj. Po të keni blender të madhe do të jetë akoma dhe më mirë. Po, se e mbushni vetëm një herë, neve duhet ta bëjmë 2 herë këtë masën. Po s'ka gjë. Edhe me pak ujë. Pra thjerëzat i vendosim në ujë për 3-4 orë dhe pastaj i kalojmë në një grirëse. Në një grirëse. Tani kjo nuk do bëhet si pure? Pure, ashtu do na bëhet një miell, një brum. Brum, pra, okej. Atë edhe pak. S'ka gjë se i mbledhim ato, s'na prishim punë fare. Të shikoj, ne furrën e kemi të ndezur. Të po thoja dhe unë. Ashtu. Neve flasim njësoj. E çuditshme kjo është çudim, nuk e di se si ndodh, do të hedhim dhe një lugë vaj këtu brenda. Ai liri. Kati po çto që na i ke marr sot? Ato janë të gatshme për mëngjes ose për t'i marrë fëmijët me vete në shkollë. Energjike. Edhe rigon. Pritani të u tregoj pak edhe juve. Ka disa variante, këto janë po ja u tregoj kështu një nga një. Edhe pak. Keni edhe vlerat ushqyese, shihen gjithashtu. Ja, kjo tregon që ka një përmbajtje të ulët të sheqerit, 20% protein,
keto për ata që ndjekin këtë lloj diete. 15% protein, gjithashtu 1% e ullët e sheqerit. Kjo është me kakao, me fruta, o sa të mira janë këto. Këto janë nga ato paketimet që mbahen me vete, në çantë, në makinë, në zyrë, dhe sa herë që ndjeni uri, një të tillë edhe jeni në rregull për të marrë vlerat që ju duhen, energjinë e nevojshme, edhe nuk konsumoni kështu kot rreth e qark punës, shkollës, gjëja parë që ju del përpara, se kur njeriu ka uri, ka tendencën të konsumojë edhe gjërat jo të shëndetshme. Patjetër, çdo gjë që të gjej përpara thjesht të shojë urin. Por kjo është një zgjidhje e durë faktikisht, e ke në çantë ashtu siç the edhe ti në xhep në çantë dhe e ke si thua për të kaluar si një vakt dreke. Ato të mesmet, po. Pra këtu kemi hedhur vetëm thjerrzat, një lugë vaj, krip dhe kemi hedhur edhe një lugë rigon. Tani u kam hedhur nga gjysmë faktikisht sepse i kam ndarë në 2 masa, duaj që të... Po. Nëse do hedhim të gjithë masën, do shtani nga 2, ne nga 1, se do hedhim dhe 1 të grirja tjetër. Edhe... Okej. Është mjaftueshëm kjo. Do ta heqim këtë dhe do bëjmë edhe një tjetër. Edhe... Tani kjo do piqet, thua ti, dhe bëhet si një fletës e holl? Një fletës e holl, do hedhim dhe një masë neve tani. Okej. Edhe pastaj do ta vendosim. Interesante. Do ta shohim kur të piqet edhe... Atëre, për të pjekur, do ta vendosim 15 minuta në fillim fare, pastaj do ta heqim dhe do ta vendosim edhe 15 minuta tjera, do ta heqim, do ta presim në kështu ripa edhe në pjesë, do me thënë që të tregojmë tamam si ato cipsat që janë për këto paketina që marrin, si tip patatina, se mos e them dhe gabim. S'ka që kuptoj. Edhe këto kanë një tjetër shije, ne do t'i bëjmë si 3 këndsha, që të duken që i kemi të përgatitura vetë në shtëpi. Nuk duan shumë ujë, aq. Edhe një mas do hedhum për tavën që kam, pastaj ato tjera ato ti mbajmë. Mund t'i bëjmë edhe supë. Nuk shkojnë dëm. Kemi treguar receta shumë shpesh me thjerrzat, me të kuqet, me mix thjerrzash, me thjerrzat jeshile. Po thuaj se të hënat edhe ne njësoj si ju shpesh i nisim me thjerrza dhe me fastule, kështu që sot ju sjellim një mënyrë se si fëmijët mund t'i konsumojnë, edhe kjo mund të jetë një nga ato alternativat kështu gjatë ditës. Po, gjatë ditës edhe, shiko, këto janë shumë të mira t'i marrin fëmijët me vete. Ashtu, janë shumë të mira, se janë të shëndetshme. Në fund. Janë të shëndetshme, do t'i shikojmë në fund se si janë, edhe do t'i... Dhe janë shumë të kënaqshme për fëmijët faktikisht, sepse tham që thjerrzat janë të pasura me protein. Dhe një protein të mirë që pastaj edhe vaj ullirit, edhe rigon, do me thënë të treja këto janë shumë të mira. Nëse keni atë makinën grise që është më e fuqishme faktikisht, bëhet shumë shpejt. Ne tani kemi një të thjesht. Do ta dëgjojmë edhe pak. Ja dhe pak supë. Është në rregull. Okej, ja shtojmë tani asaj masës, pra del si një brum i holl. Ajo do piket. Ndjes për kollën që s'po na ikën, po s'ka gjë. Okej, ja kështu del. Do ta hapim me këtë. Sepse nuk duam që t'na bëhet, duhet të bëhet e holl, po. Dhe duhet me patjetër letër kuzhine. Në ekran ndërkohë po shikoni përbërësit që duhen për krijimin e këtij brumit që po shtrohet në tavë dhe do të piqet. Aq e thjeshtë është, as ka nevojë t'ju them, as mbajni shënim, as bëni një foto në telefon, se ju duhet vetëm thjerrza, vaj, krip, rigon. Asnjë gjë. Thjerrzat në ujë për 2-3 orë, më pas. Është shumë e thjeshtë. Ose i presim, domethënë në cipsa si bastun, ose shumë, por duhen prerë më mbrapa që t'i pjekim edhe një herë. Pra pjekja e parë 15 minuta në 180 gradë. Pastaj edhe pjesa tjetër, që do t'i presim në format që neve dëshirojmë, do i tregojmë pastaj se si do t'i presim. Në rregull.
Me 180 the? Po, në 180. Majstër që ke madhe ajo tava. Opa, faleminderit Anil. Me kujdes tjetë. Okej, tani këtu do ta lëmë në furneve. Si bie, do ta nxjerrim në orën 9:30, ju do ta shihni se do jeni duke parë fleshin, po ja u tham. Pushim, por do t'i pushimin e madh, po thoja. Tani ne kemi kohë për të nisur edhe një tjetër recet. Patjetër që do ta nisim. Me cilën nga të dyja mendon? Ha se heqim pastaj ato. Shiko, nuk e di, të tregojmë këtë, domethënë të thjeshtën këtu, apo se shiko, përveç se këto janë të mëngjesit faktikisht. Kjo është salsa, që të bëjmë salsën duhet të lajmë ato që ta bëjmë salsa. Salsën e bëjmë pastaj. E kemi atë kohën për punë e salsa. Ose ndryshe të fillojmë për makaronat. Po më mirë them këtu dhe makaronat në fund fare bashkë me atë. Atëre, për 1 minutë e gjysmë dalim. Sa u lodhëm koti me çdo një. Atëre të dashur Andisa shiko tani, ne kemi përveç se gjëra galeta orizim, këtu janë këto galetat e orizit. Janë një mëngjes, përveç se këtyre çokoladave dhe këto janë një mëngjes shumë i shëndetshëm që mund t'i përgatisni, të bëni një përzierje. Këtu kemi krem djathi. Këto janë shumë të shëndetshme në fakt. Janë shumë të shëndetshme dhe mëngjese shumë të mira për fëmijë. Ja, kemi këtu. Se Jo, s'ka jo, ja. Nuk e pashun atë. Që do të thot një bashkim. Pra, ai vakti i mëngjesit që shpesh është i vështirë, që do të thot për ta zgjidhur shëndetshëm. Edhim një lugë nga kjo, edhe një 2 lugë nga jo. Krem djathi. Edhe i lyejmë, thotë. Edhe i lyejmë. Aha. Edhe këto janë shumë të shëndetshme. Edhe këtë kremin e djathit, po kremin e djathit mund t'i lyejmë fetat e bukës edhe veç se me krem djathi, me thënë të drejtën. E vërtet është. Bëjnë edhe vetëm mash janë shumë. Po. Një përzierje, me thënë të dyjave këto. E bëjmë si një krem. Që ku t'i lëm tani, këtu t'a vëm dy po këtu. Edhe i marim këto pastaj dhe Okej. tani këtu mund të shtoni akoma edhe mjaltë sipër ose nëse duam ta bëjmë më të ëmbël. Mirë, atëherë mos ngutemi, i lyejmë pastaj kur të kthehemi, bukur, ose lyejmë ja 2 i kemi gati dhe të tjerat kur të kthehemi, sepse tani nuk kemi kohë më, kështu që do duhet ta sqarojmë edhe një herë kur të vim përsëri te ju, ndërkohë kemi salsa bër, kemi makaronat, po pra më mirë presim. Koha e shkëputjes. Në pjesën e dytë ju presim këtu. Shumë gjëra kemi për t'ju thënë edhe për t'ju treguar, kështu që ju mos u largoni. Erdhëm përsëri te ju, t'ju themi dhe herë mirëmëngjes, se shumë prej jush janë pushim sot edhe ndoshta janë zgjuar po më vonë me Terezi kur themi, mund të jeni duke pirë kafe, mund të jeni duke gatuar, mund të jeni duke menduar çfarë të gatuani sot. Alternativat ne ju a japim. Ne u japim dhe ju them të drejtën, këtë alternativë për punën e këtyre, domethënë të thjerrzave, do t'ju thosha që ta bëni me patjetër. Bëjeni patjetër sepse do t'ju pëlqejnë shumë edhe fëmijëve, por pse jo edhe juve. Janë gjëra të cilat i përdorni me një lloj salsi kështu, domethënë me këtë salsin ne do përgatisim, por edhe kështu siç janë. Dhe thash që janë një proteinë, domethënë cipsa të mbushur plot me proteina. Sikur po konsumoni mish, mos konsumoni mishin, konsumoni thjerrzat. Po pra. Në këtë mënyrë që do të ngeleni vërtet shumë të kënaqura. Faktikisht unë tani të nis këtu tani sepse i kam prerë, siç thash, që i nxjerrim nga fura dhe i presim në shirita, pastaj i presim në kubik. Atëre, i kam prerë në shirita, nuk e di tani, po ja, duken shumë mirë, duken. Po. Edhe mbasi i presim në shirita, i bëjmë dhe një prerje kështu në këtë mënyrë. Po, në kubik. Në kubik. Tani, juve mund t'i bëni edhe bastunë, që t'jen kështu të stërgjatur, ja për shumë këto, dhe të ngelen kështu ato copzat. Por, kjo tani i jep një tjetër, ja. Kështu i kam vendosur dhe të tjera tani, pasi bëni dhe këtë prerjen, do t'i vendosni përsëri në furrë në një temperaturë 180 gradë dhe do t'i lëni për 20 minuta të tjera. Pra, këtë hapësirën bosh e shikoni në tavë, i kemi vendosur përsëri në furrë. Dhe tani unë do t'i ndaj këto që t'i vë te kjo hapësira bosh duke i përhapur.
Duhen ndihmuar me majonetikës. Si u bë kjo shtresa? Shumë thjesht, me shumë pak përbërës, me këto thjerëzat e kuqe, që ju I gjeni tek në ranzi, I lini në ujë për rreth 3 orë, më pas I merrni me ndihmën në një luge, jo me shumë ujë, I kaloni në një grirës duke I shtuar brenda krip, rigon dhe pak vaj ulliri. Bëhet një brum I hollë, po e përsërisim për ju që se keni parë pjesën e parë. I vendosni në një tavë me një letër kuzhine mbi të, në furrë për rreth 15 minuta. I nxirrni nga furra, I jepni formën që dëshironi, katrore, 3 këndça etj. Pra duhet jetë një shtresë më pak se 1 centimetër, ju e dalloni nga syri. Sa më pak të jetë aq më mirë është faktikisht, varet se sa I duan, domethënë, që të jenë të holla. Dhe I bën përsëri në furrë. Tani, këto nuk duken fare që janë thjerza, kur I shihni, kanë marrë dhe këtë ngjyrën e bukur të thjerëzave të kuqe, dhe këtë recet ju mund ta shoqëroni me një salsë, të cilën do ta bëjmë pas pak me këto përbërësit që kemi këtu, me specë të kuq kokoshare, me fara speci djegës, me arra. Do ta tregojmë pas pak se si do ta realizojmë. E ndërkohë që para se të largoheshim, po përgatisnim një salsë, një krem që e bëm me kremin e djathit dhe me gjalpin e kikiriku. Që gjithashtu është shumë I shëndetshëm, shumë I shijshëm, fëmijët e duan shumë. Dhe për këtë jam e sigurt, në logon e ranzit e gjeni super cilësor dhe këto galetat e orizit që janë ideale për një vakt mëngjesi ose për përgatitje të shpejta recetash. Pra, këto I lyeni me këtë përgatitjen që ne bëm, do të na e tregoj Kati pak më vonë, po pse jo edhe me mjalt apo me ëmbëlsues të tjerë që ne kemi në tryez dhe shijojnë shumë. Në rregull, faleminderit tani, na I shpjegove shumë bukur. E dëgjova nga ty dhe përsërita. Mirë bëre, shumë mirë bëre, domethënë shiko se sa shpejt mësojnë gjërat. Atëherë, të dashura, visa si që shikoni, pasi kemi prerë shirita, e kemi prerë dhe kubik, tani këto janë format të cilat juve mund t'i vendosni si të doni juve, por kështu dalin lezetshëm faktikisht, edhe në momentin që vendosi në furrë, që të piqen përsëri, bëhen si krispa, domethënë kërcasin, kështu dhe janë shumë të mira krokante, shumë të mira dhe shumë të shijshme. Tani neve këto do t'i heqim dhe ato dhe do t'i përhapim në tavë në këtë mënyrë, domethënë që t'jenë të çrregulla, për t'i vendosur në furrë pastaj për t'i pjekur. Ndërkohë, këtu filloj për punën e makaronave, sepse duhet që t'i hedhim për t'u zirë. Këtu do të përgatisim, thamë neve, makarona të cilat do t'i bëjmë me kungull domatina ose dhe domate, një domate që mund t'a prisni në kubik të vegjël edhe të hiqni pjesën e tepër të lëngut. Gjithashtu një 2 thelpinj hudhër edhe nga këto ullinj, nëse s'keni nuk ka problem, por një kombinim I tillë bëhen shumë të mira dhe të shijshme. Edhe I qepën. Ullin siç e shikoni e kemi të prerë. Ndërkohë këtu kemi edhe ton. Pra këto janë gatime të shpejta dhe sidomos për të rinj. Të rinjt janë domethënë gatimet e tyre që janë të preferuara. Për të marrë, domethënë për të mbajtur trupin në formë, sepse kanë atë, si thuash, peshku ton është shumë I shëndetshëm. Po, gërshërët. Gërshërët, lutem ani, ti të vendosin dhe makaronat në zinë. Atëherë, lingujnë apo jo, lingujnë kemi aty, po. Është shumë e thjeshtë për të bërë, makaronat gjithë dim që të zinë, tani unë do të hedh të pjesën. Mund t'i bëni me çfarë do lloj makarone, unë përdorëm këtë lloj makarone, jo se është e thënë se do t'a bëjmë me këtë lloj, mund t'a bëjmë me këtë makaronë, me pene, me spaghetti, çfarë do lloj makaroni. E lëm këtë këtu. Ti fusim brenda dhe do t'i hedhim edhe krip. Të cilën e kemi në kraun tjetër. Po, faleminderit Anila. Të shikojmë për pjesën e atyre që kemi në furrë që mos na digjen shumë. Po, tisha unë do me thënë, e kuptova mesazhin. Shikoj atë temperaturën të 200 Anila. Ta ul? Po. Ku ta çoj? 180? Okej. Se kemi kohë mjaftueshëm për të bërë ashtu siç duhet. Kemi rreth 20 minuta mjaftueshëm për t'i bërë në kohën e vet. Tani neve I lëm këto që të na ziejnë. I shtoj dhe pak të skrip. E vë kapakun sa të më marri val, fillimisht e vëm kapakun që sa të marr val, pastaj e heqim, nuk ka nevojë për me kapak. Ndërkohë këtu vendosim tiganin. Në tigan neve do të shtojmë... Kati, se kemë kollajta të çoj makaronën këtej neve, gatuar rahati aty? Si thua, Anila, po. Unë do të pengoj aty, rrisem me remun. Ja, vendosem mbi banak se e kaloj unë. Faleminderit, Anila, sepse ç'është e vërteta na pengon. Po se e ke shumë larg, do të rhiqesh aty, se të gatuash me...
Do filloj me salcën e makaronave, kështu? Ndërkohë, le të marrim të vajin më mirë. Të hedhim nga ky vaj. Bëjmë një salcë për makarona. Do të hedhim qepën. Do hedhim 2 thelpinj hudhër. Do hedh këto 3, por nuk do t'i bri faktikisht, do t'i hedh kështu të plota. Të më zbutet qepa dhe me njëherë të shtojmë edhe krip të pjesa e qepës. Do të shtojmë domatinat, të cilat nëse doni, domethënë kur janë kokrat vogla, mund t'i hidhni kështu si që janë. Nëse ato më të mëdhajat i kam larë domatet, patjetër që janë të lara. Edhe i shtypni pastaj që të dalin më bukur kështu, në fakt, kur shtypen pak. Edhe këta, edhe i lën. Madje hedhin edhe pjesën e degës për të nxjerrë një aromë të mirë. Dhe vërtet, nxjerrin aromën e domates. Hedhim edhe kungullin. Si që shikoni, unë i kam prerë në kubik shumë të vegjël që të bëhet shumë shpejt. Bëhet një salcë shumë e mirë. I lën domatet në këtë mënyrë, do me thënë, ato gjatë momentit që ka vërdisen, do të zbuten dhe i shtypim pastaj dhe është më mirë se sa t'i presim në copza. Ngjen më mirë. Më mbrapa tani, sipas dëshirës mund t'i shuani me një verë të bardhë, nëse nuk keni, nuk ka problem, do të shtoni ullin, prap shijen e merë, sepse do të hyj, do me thënë, edhe konservat tonë brënda, gjë që i jep një shije shumë të mirë. Se ka dhe njerëz që nuk e preferojnë verën, kështu që është bëhet edhe me njërën edhe me tjetrën. Ndërkohë që sa të më bëhet ajo salca, tregojmë këtu për punën e këtyre Po, galetave, të orizit. Marrë një thikë, më falë, Anit, marrë një thikë këtu që... Po. Shumë janë të tishta, këtu kemi bërë neve kikirikun. Se hapun pençerën. Kikirik edhe djath të bardhë, me thënë djath të shkrirë. Është një mëngjezë, shumë i shëndetshëm për fëmijët, një gjë që e merrni dhe e keni aty për një kohë, do me thënë, mund ta mbani në frigorifer këtë enë me djath të shkrirë, por nuk është se e bëni e përdorni për mëngjes, mund ta bëni dhe gatime të ndryshme, si mund ta bëjnë akoma edhe cheesecake, por jo vetëm, mund të bëjnë pasticcio, mund të bëjnë, më thënë, makarona kështu. Si për recetat të ëmbla, ashtu edhe për të kripura. Kryen punë. Salca të ndryshme. Tani këto, mund të hedhim edhe pak mjall, ose mund të hedhim edhe nga ky mjall kështu. Me thënë, është një lloj ëmbëlsie kjo. Edhe i bashkojmë, don i bashkoni, don i lani edhe kështu. Nëse keni eshu, pastaj i shkon sigurisht edhe arra. Pa tjetër. Edhe është një, si thuash, mëngjes i shëndetshëm. Po, po. E lëm diku këtu. S'ka nevojë që të shtojmë ndonjë gjë tjetër, është mjaftueshëm. Ja kështu. Sot Kati na ka treguar se si ne mund të ushqehemi shëndetshëm në pak sekonda. As minuta jo. Pra një pako e galetës orizit Valsoja, një ndër markat më të mira në fakt, duhet thënë ekskluzive në Ramzit. Ka goxha brenda, kështu që mund të konsumojë gjithë familja. Shpejt e shpejt, mund përdorni edhe vetëm gjalpin e kikirikut, edhe vetëm mjaltin ose kremin e djathit, sipas shijes, sipas dëshirës suaj, edhe ja ku keni ngrënë një mëngjes të shëndetshëm për të dalë nga shtëpia, edhe për të vazhduar më pas me ditën. Do ktheheni në shtëpi, s'keni kohë të gatuani. Marrim përgatitur një makaron. Kati? Urdo, mos të bën ato. Jo, mos u trëmpimi, mirë. Mirë, shikoj një qik, ma të pjekura më duken, po ti e di me syrin tënë nëse është okej. Po, në rregull janë. Bravo, Anila, ja kështu duhen, ja. Ja me vëmendshme,
U bën tamam si patatina? Patatina, ja kështu. E tani ato do rinë, do të thënë ngjyrën e kanë kështu, edhe kështu. Do rinë, do bëjnë... Do forcohen edhe pak më shumë duke u ftohur. Jo, nuk priten ato tani, nuk prishen më. Nuk prishen më. Ja kështu, po do t'i hedhim në një kështu neve që të shikojmë. Sa të lezetshme u bën Ti lëm çik të na ulim pak temperaturën dhe të mbledhim në një pjaca. Okej, dhe do fusim këto të tjerat pastaj, të cilat i kemi. Ato të tjerat Anila ja duhen prerë ashtu dhe ti hapim. Ja, po e bëj unë ndërkohë. Po, faleminderit Anila, shumë mirë. Neve ndërkohë këtu përgatisim të salcën. Hedhim edhe ulli. Tu kemi gjellë edhe salatë bashkë, që është e vërteta, sepse kemi ullin, domate, qepën, që kryojmë një salatë. Ndërkohë edhe tulli pa tjetër dhe makaronat dhe kemi drekën, do me thënë, të kompletuar. Në regullësht, po shmang tani unë këtu që të heqim edhe këtë pjesën këtu që na dohen hundrat për... Do bëjmë dhe atë salca, no? Po, do ta... Si jemi me kohë, kemi kohë? Orash e 28, pra po shkojnë pak 10. Po kemi se... Tani, marim edhe peshkun ton, të cilin unë do hedhë 2 konserva këtu. Makaronat janë bërë. Thua? Do t'i marru direkt tu. Ndo jedhim direkt atje. Po. Se më duhet dhe pak lëng nga makaronat. Kështu që i mbaj këtu. Ti lëm dhe pak në ujë, të shtojmë të peshkun ton të brënda. Para se të shtoj peshkun ton, do të shtoj pak lëng nga makaronat, që të lidhet salca. Edhe, këtu jemi. Po. Këtu jemi sepse kur fillojmë që po bëjmë një punë, jemi këtu. Kur fillojmë të bëjmë një punë, ne japim vëmendje punës edhe nuk flasim. Është si themi, kur konsumojmë bukë, nuk flasim themi neve. Po, e kemi. Por që faktikisht biseda më e mirë bëhet gjatë tryezës familjare. E vërtet është, po. Në momentin që konsumojmë drekën apo dhe darkën, është biseda më e mirë dhe më familjare që bëhet. Ai është momenti që bëhemi gjithë bashkë, se gjatë ditës se cili është në angazhimet e veta, kush në shkollë, kush në punë. Ka ti vendos prap këto? Po, vendosi sepse do na duhen dhe ato. E kryem edhe këtë gjë. Po e kryem, faleminderit Jam më Janin. kurioze t'i provoj këto. Faleminderit shumë. Mos kemi edhe gjë shumë. Jo, është okej. Shumë të shishme janë. Bëhen të shishme. Edhe nuk, dhe më thënë, nuk e kupton që janë thjerza në momentin që e konsumon. Ka një shirë shumë të mirë, po duhet të mendohesh pak që ta gjesh më çfarë janë bërë. Edhe që nga vërtet një mënyrë ideale që fëmijët të konsumojnë thjerzat, nëse nuk është një gjë më e mirë, domethënë që mund ta bëjnë. Shumë të shishme. Edhe mund t'i shoqërojnë akoma edhe me këtë lloj djati, ëh? Bëjnë shumë të mira. Nuk është se atëre. Këto do t'i heqim, që të boshatisim tryezën. Edhe atje tani e gati për të shtuar makarona dhe për t'i serviru në pjatë. Shumë mirë. Dhe na betet vetëm salca për të bërë bukurie. Po, vetëm salca që do t'i shoqëroj me këto cipsat që thamë. Po dhe kjo salca shiko se sa mirë që bëjë. Kush nuk do t'i hante këto makaronat? Shumë mirë. Është një gatim e shpejt dhe shiko, ndodh që të bëjmë nga këto gjëra që të kemi konservat në shtëpi, 1 domate, 2, nëse s'kemi nga këto të voglat nuk ka problem, çfarë të kemi faktikisht? Se ja, kysht, I ke mund të qërësi për ti, prende. Nëjse. Se si merë të 2 vatrat. Ose është i gani pak i gjërë. Tani do të hedhim edhe makaronat. Do t'i lëmë edhe pak fare me njëra tjetrën besoj. Po, patjetër. Ka t'i bëjnë gjithmonë që shihet të miksohen, të bashkohen me njëra tjetrën, edhe
Gati një pjatë super e shishme. Shumë të mira janë këto të Lori Puljas. Shumë makarona të shkasin e shumë të mira janë. Edhe në rregull, nuk po shtoj më. Edhe gjithmonë themi dhe edhe makaronat nuk ullohen dhe madje do t'i shtoj edhe pak, do me thënë, lënga e makaronave, sepse tani është momenti që të lidhe. Po. Edhe lidhet salca faktikisht me lëngun e makaronit. A mund t'i lexoj unë një recetat? Si kemi lexuar vetëm një herë për sot. Kemi gati pastaj për të serviru. Shumë mirë. Hajde i kthejmë edhe një herë në ekran. Pra makaronat që jemi drejt përfundimit të përgatitjes janë këto: makarona me ton konserv, një pako makarona, 2 kuti ton konserv, një qep, 8 domate të vogla, 10 kokra ullinj, 2 kunguj të njom, një gotë ver, kjo sipas dëshirës, vaj, krip, piper, majdanoz ose borzilok. Kjo është receta e makaronave, salc me speca gogozhare e arra. Këtë do të bëjmë tani, që do të shoqërojmë ato që bëm me thjerza. Pra, na duhet një kavanoz me speca gogozhare, gjysmë filxhani me arra, 2 thelpinj hudhra, një lugë salc, një lugë fara speci djegës, vaj dhe majdanoz. Qips me thjerza të kuqe, pra salsa do t'jetë për të shoqëruar këto, të cilat janë bërë me një pako thjerza, vaj, krip, ujë, rigon. Më thjesht s'ka ku të shkoj dhe aq të shishme janë, sa që nuk e merrni dot me mend se sa thjesht janë bërë, edhe sa të këndshme janë për t'i patur kështu gjatë ditës për t'i konsumuar. Ja do t'i vendosim tani në një pjatë, për të dukur edhe më bukur. Kështu i përgatisim faktikisht Anila, edhe mund t'i vendosim akoma edhe në këto enë qelqi. Për t'i ruajtur aty. I bëjmë një herë dhe i kemi, nuk është se... Po, se këto thjerza kanë, nuk është se kanë përbërës që të prishen. Po, pra, mund t'i mbani në vend të biskotave të kripura në shtëpi, kur fëmijët duan të konsumojnë diçka, kur shohin televizor, se janë dhe pushim këtë javë dhe shumë prej jush i keni fëmijët në shtëpi dhe duan të konsumojnë diçka teksa rinë dhe luajnë, apo shohin filmat e tyre të preferuar, në vend të gjërave të gatshme, pse jo të mos i përgatisni në shtëpi. Përveç se i heqim dhe këto, jemi gati të heqim edhe makaronat, nuk e di si jemi me ko. 5 minuta ko, do duhet të bëjmë edhe salsën, jemi shumë mirë mendoj për të përgatitur edhe salsën që do të shoqëroj chipsat e thjerzave dhe do t'i tregojmë kështu të përfunduara të gjitha pjatat edhe një herë përpara se ne të ndahemi, kështu që kemi gatuar mirë sot, nuk jemi ngutur dhe më vjen mirë që i përfundojmë të gjitha idetë e kësaj dite të hënë, që është vetëm fillimi i javës, po ne jemi këtu çdo ditë për ju në këndin ton të gatimit, kështu që pafund receta ju vinë nga Vila 24, të cilat nëse ju humbisni, unë do t'ju kujtoja pak se ku na i gjeni. Dhe sigurisht që arkiva më e mirë mbetet YouTube-i, aty ku edhe ne vetë rikthehemi her pas here për të parë se çfarë kemi bërë, apo për të kujtuar kur jemi në shtëpi ndonjë recetë që i kemi parë nga duart e Katerinës, dhe janë 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Sigurisht që është kanali i News 24, aty gjeni gjithçka, pra të gjitha programacionet, informacionet e fundit dhe çdo gjë që ju duhet, ku sigurisht gjeni edhe hapësirën dedikuar Vila 24 dhe nëse doni të shikoni vetëm Vila 24, sërish në YouTube gjeni kanalin zyrtar të këtij transmetimi në emrin Vila 24. Aty jam vetëm unë dhe Kati, edhe miq që na vinë në këtë studio. Edhe makaronat që na vinë në tryez. Ashtu. Tani këto i lëm këtu se të duhem për salsën. Ty nuk po i lëvizim më andej, thjesht krijojmë këtej pak vend. Shumë mirë. E qenë andej, Atëherë. Makaronat i bëm tamam si ne shqiptarët që i mbushim ato pjatat plotë për plot. Ja, duam një çik ne. Duam pak sasin, s'kemi. Atëherë do hedh arrat të parat. Se mos ju ndërhyjë. Do hapim këtë. Në një pjatë më mirë që mos të na. Kjo s'ka asnjë gjë, miksohen, duke i hedhur brenda. Edhe
Një përzierje dhe kemi gati pastaj për ta serviru. Ja dhe vajza e re. E kishe në recet, Kati Majdanovic. E kishe në recet, për nga që nëzitoja për të bëjmë dhe tash ta vëmë në fund dhe fare, faleminderit që ta hedhim edhe një lugë salsë domate. Pra ara, speca gogozhare, që një 2 thelpe me këtë kavanozin këtu. Unë e dua pak pikant, hedhim? E hidhim që kidhi pa. Po jo si që bën ti. Jo, nuk o dhe shumë, nuk o dhe shumë. Vaj ulliri. Cilin nga të dy do? Na je pa të të riu. Po. Është e pa hapur, Po, s'ka problem. Apo lese se hapim do të moment. E hapim, po dhe kjo super është. Bjerë, tani të hedhim. E mbaj. Se na thonë dhe zonjat që përdoroni pastaj. Pa mbaruar një hap një tjetrën. Në rregull. Na duhet dhe majdanuz këtu brenda. Shëndet. Shëndet, Muli. Po një herë është një mendje kishim? E po tani? Këto, asë një gjë, do ulen ato, s'ka problem. Ja. Ja këtu. Ja dhe këtu. Okej. Jemi në rregull. Po thoja për këto gogozharet, ja u tregoj një qik se janë ndryshe nga të gjitha gogozharet që keni provuar, dhe thoni ju pse, sepse këto specat janë të pjekur dhe të tjera. Është speci kush i pjekur i bërë gogozhare, dhe kur ta provoni do kuptoni që keni të bëni me një tjetër cilësi. Janë realisht super, mos me thënë më të mira që gjeni në treg, i gjeni tek në ranci. E jo vetëm me këto, të cipsët që ne pregatitëm e tjerë, por edhe me feta bukë të fekur. Po, i bëjmë si galet. Po, si brusketa. Brusketa, se galetën e bëra bukë të fekur. Skajti. Mos ta ndigjen këto. Po duket se u bën edhe këto. Bukë të fekur më mirë, si e themi ne shqiptarë. Bukë të fekur të lyer. Me salcë. U bënë? E që i po? Tani përderisa lëvizin kështu, do thot që janë bërë. Kështu ishte treguese? Po. Kujdes furrën? E kemi gati edhe atë në një salcierë. Ta shikoni, kemi një këtu. Një salcierë. Hop. S'ka që ka të paha, nuk ka i që... S'ka gjë, po ja do t'a heqim, se... Ka gjë, po... Ndodhin do njerë. Kur nëzitojmë... Po, në gjithmonë është këj momenti, nuk ka gjë, mos nëzitoni, do në prefim një minutë. Mos nëzitoni, se bëni gabime. Edhe ne nëzituam dhe bëm gabime. Sa shishme bëhet kjo, me thënë të drejtën, sepse... Atëre, këto e keni për mëngjes. Sistemoj një që këta një anila. Këto i keni... për gjatë ditës t'i merrni me vete. Po ju ndajmë vaktet. Pastaj, drekën jaku e keni. Edhe në pas dite, teksa jeni në shtëpi, keni kryer ato punët e rëndësishme të ditës, është ajo koha e pushimit, dikush pi një çaj, dikush pi një kafe, dikush ka nevojë të konsumojë diçka, keni çipsat me thjerza dhe me këtë salcën këtu, ose edhe në mbrëmje për ju që keni dëshirë të shihni televizor, të rini pak më gjatë zgjuar. Po, thuaj, vazhdo. Jo, hiç, po i mbush ditën. Po ju tregoj çfarë të hani nga mëngjesi në mbrëmje. Ja, kjo është salca shoqëruese. Okej, ta mbyllim Kati? Po, jo vetëm me këto cipsat që tham, neve këtë salcën juve mund ta shoqëroni, tham, edhe me bukë. Nëse nuk ashtu. Po, për mua bëjni këto cipsa se vërtet do të ngeleni të kënaqur. Faleminderit Kati. Të lumshin duart. Mos e mbush, nëse shumë mirë është. Mirë është. Ta mbyllim. Ta mbyllim. Ta mbyllim ti lëmavesat në qetësinë e tyre. Duke ju uruar si gjithmonë të kalojnë ditën sa më bukur, mos hezitoni të përgatisni në familje tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Nga unë Katerina, mirupafshim dhe mirëtakoshim nesër këtu bashkë me Anilën në të njëjtën orë. Menjëherë nesër në mëngjes me të tjera receta, të lumshin duart dhe faleminderit. Kënaqësi e dashur. Tani ne kemi një publicitet të shkurtër dhe pastaj unë do jem në këndin e të ftuarve, do të kemi dy të ftuar shumë të këndshëm, ju prezantojmë me ta pas reklamave. Ju vetëm qëndroni me ne.